Roma. Dandi, dandi, kandi, randi, rofte qofte Sululandi. Ajo qush apo valli, Komarica vjen në dalli. Dandi, dandi, kandi, randi, rofte qofte Sululandi. Përshëndetje miq. Dhe Mikesha të Fejkofi se vitin Takojmë në këtë mbrëmje të fundit të kësaj jave, premte 26 qershor 2026, nesër 27 qershori, festa e Memaliajt. Po sot që ishe premte çfarë është? 26. Po. Premte 27. 27. Por në këto dy net 26. Jehona në Vjosë. Dhe nesër Jehona e Vjosës. Jehona e Vjosës. Vjosa Jehon. Tani, kjo 27 qershori tashun është ka qenë fest dikur se nuk kremtohet më si fest. Realisht, qyteti i Memaliajt, një qytet minatorësh, dikur, tani s'ka as minator, as ustallar, as... Minator mund të ketë, s'ka miniera. Jo, ka një këtë ata minatorët që janë larguar. Problemi gjithë është që partia në atë kohë, për t'i dhënë një lloj kështu, një betejë ndodhur në një kodër përballë Memaliajt, quaj qafa e Milicës, në një betejë me italianët në 1943-27 qershor. Atë lloj beteje vendosi një lapidar mes Memaliajt, që s'ka lidhje fare me betejen. Do me thënë, kam bërë betejë në një qafë. Në qafë e Miricës. Qafa e Milicës. Miricës. E Miricës. Nga kjo ka dalë shpreha Iran në qafë. Iran në qafë. Që shkruan në Iran. Dhe vunë lapidar me Mali e Pali. Ishte batalioni Baba Abbas, që luftonte. Batalioni Baba Abbas. Po. Dhe ndërkohë... që thua ti, si gjatim, ja Baba Stomor. Ja Baba Zali Tomor. Dhe në kraun tjetër të Vjosës, në Memaliaj, nga krau i Dervenit që quhet, aty shoku Mehmetçeu ka demaskuar Ali Bej Këlcyrën. Dhe aty është vendosur dhe një institut lapidari, të themi pro memorie. Janë dy lapidar përballë njëri tjetrit. Janë jashtë Vjosës. Kupton? Qafe e Milicës, kurse këtë lapidar mes Memaliajt. Kjo mes Memaliajt. Dhe kushdo mund të ndjen dhe bëshin ato në fest 27 qershor, baba imitoj zhurma lufte. Më pëlqen Dajko që mendon që njerëzit, publiku i gjithë që kanë nxjerrë ka kaq shumë interes për Memaliajin. Ka se jam unë Memaliot. Kur të vdes unë, mas andaj, edhe ti duhet kesh sepse bashkim Memaliaj po martohesh. Po mirë. E more vesh apo jo? Dhe ndërleshi. Dhe, sepse ta lidh me këtë, se jo më vonë se një javë më mbrapa, festës Memaliajt, në 4 korrik, diaspora rikthehet again. 4 korrik kanë lënë këta? Again. Në 4 korrik kanë lënë? E do vi diaspora prapë. Po në 4 korrik është festa 250 vjetori i shërimit Amerikës. I pavarësisë Amerikës. Është linja Ramës. Edhe pastaj? Edhe do vite diaspora? Po. Po avash ne si do bëjmë lekë dushë kumë, do bëjmë 3 festa në një ditë. Se do vi diaspora do festoj. Po është ka fitim shteti, jo idiot. Çfarë fitimi ka shteti? Po vin ata se bulevardin 300 euro gjoba. A dhe i merë këtë i prish për ditëlinje pas e Rama, ha? Jo, nga shkon buxhetit shtetit, asju është dhurata, nuk lejohet më shumë se 100 euro. Dhurat. Jo, nuk mund të flasim për atë i kene marrë dhurata, si Dëgjot ashti. Qa do bëj diaspora këtu? Qa do bidet diaspora? Qa do bëj diaspora që do bëj datë 4? Do ashtu? Që do bëj prapë në dërmia. Se vape madhe të? Po do të vjen njerë këtu, datë 4 që njëzeti Afrikan. Jo, do këtë kaluar. Do këtë kaluar, lesh. Ke 39.6 e pa shumë. Po ty kjas besone, ore më vetë. Sa ofendohet njeriu kur punon gjithë vitin me dikë, dhe ndanë disa çështje kështu dhe prapë beson. Sa thoshte, sa këndonte. Mondi, shkon goxha. E pra. Dëgjoj Mondi, më fal para se të kalosh atje, do urdhërosh atë të kohës. Që të ndezë. Mos përhap panik. Të fiki dielli. Ore, merr vesh apo jo? Jo. Motin do ta japi 4 gradë më pak se sa duhet. Po ashtu e japin ata. Ata japin 10 gradë më pak. Mos përhapi panik. Ata japin 10 gradë më pak. Thon 39 është 49 vërtet. Sa uli 31. Ai termometri nxjerr Motin është në Lana Bregas, në hije, në një kuti prej druri, poshtë pemës. Gjithë javës temperatura nuk duhet të jetë më shumë se 31. Thuaj asaj të Motit, do të kundër pastaj se do bëjnë ndryshime në sezonin e ri. Qartë. Tani e pe këtë. Qytetarët këtu të protestës dolen me disa pika politike kundrejt autokratit. Këtu kene marrë shumë mesazhe nga diaspora dhe me dalën 4 korrik. E qitë diaspora të vi këtu në mbështetjen tuaj, çfarë do pika të realizojnë. Me 4 korrik, e qitë diaspora të jetë këtu. Jo pa një
bëj një këngë me Sandra Gjokën ky, njësoj e kështë zëri. Jo. O Mondi, u bërë dhe ti si Albano. Pse? Do t'i bjen violinës dhe ata kur të vinë, do rinë, njësoj si. Po jo, Mondi, nuk flitet. Ore, nuk ka në gjëre të vish të shtunën, të protestosh. E ti kështë djelen. Edhe të djelen të vesh të bësh qik plash me familje me qepe, kush e keqa këtu? Ata vinë vetëm, se ata vinë, është diaspora blu. Që diaspor blu, më? Me tha doktori, diaspora blu, e qerdi. O, Albano. Po, me gjithë doktor mua. Albano, do të derdhësh kafe në Albano. Dëgjo, më dëgjo mua këtu. Ti je dakord me këto kushtet që kanë vendosur ata? Për shkakun që mandati i kryeministit jam shumë se 2 mandate kryeministit. Se unë dua të bëjmë vetë. Po ti më the që unë do ri 3 muaj sa të ndaj shtëpi. Apo jo, i Shpilinçi. Në Shpilinçi. Unë dua të ri 16 mandate. Her ka 7 vjet. Po 74 vjet. 64 vjet. Aq do. Aq do unë. Shko, Andra, më vakile dali. 4 vjeçari në parti do është si revolucionar. Jo, me do futem direkt do hyj me. Do vjedhësh direkt. Po direkt, më plas. Budollaja. Pse? Po do pjesh në sy. E qa pastaj? Do të kapi spaku. E qa pastaj? Po të hapi. Po të zuri ta... Kuj do të hapi spaku? Mua do më hapi spaku. Ty, pse qa? Spaku është të shmon te për 2 sekonda. Qa thua? Di me këtë mua beti, një do kapesh me njerëz, mos më lave ko do kapesh me njerëz. Shumë bravo, atë bëjt. Seriozisht e ke. Po pse ti mendon që duhet bërë kjo kufizimi? Unë jam. Jeti? Jo më shumë se 2 mandate. Po bëre me se Berisha ti, se Berisha tha kështu. Kur e tha? Jo më shumë se 2 mandate, ka bërë 11 për vetë. Po ka thënë doktori 3. Ja, po tregoj që ka thënë doktori. Në kërkesat e lezuara, ripërsëritet dorëheqja e menjëhershme e Edi Ramës, kërkesë kjo që ne mbështesim, kërkohet kufizimi mandatit të kryeministrit në 2 mandate. Partia Demokratike është plotësisht dakord. Që nesër është e gatshme të votojë në parlament dhe të bëjë thirrje qytetarëve të votojë për një mas të tillë. Ky ka qenë president. Ka qenë kryeministër 2 herë, 2 mandate. Domethënë ky edhe po të fitoj PD-ja, lartë qoftë. Po sfiton dot më ndaj thot. Edhe ky nuk zgjidhet. Po fitoj jo, ka të drejtë bëj deri në 2 mandate. Jo, pra jo. Jo më never. Po pra. 2 mandate në jetë. Jo në jetë, 2 mandate që tani tutje. Ore 2 mandate. Ore që tani tutje. Ka të drejtë bëj 2 herë. Çka ka thënë ky? Taulant Balla tha, unë s'jam dakord me Sali Berishën. Çdo unë me Taulantin jam. Edhe unë Taulant. Nuk e qas fare partinë e Sali Berishës si zëvendëse përfaqësuese të diskutoj për çështje që lidhen me protestën. Pyetja tjetër ishte e kufizimit të mandateve. Libri themelor i Republikës së Shqipërisë është i qartë të pikë, as në Gjermaninë që njohun dhe në asnjë nga republikat parlamentare që njohun të konsoliduara, nuk ka kufizim mandate sepse në demokraci, në republika parlamentare, është ndryshe për rastin e kryetarit të shtetit. Por në rastin e republika parlamentare, kufizimin e mandateve ta bën vetëm vota e popullit, nuk ta bëjnë rregullat e kushtetutë. Vota e popullit. Kështu që në këtë këndvështrim mos u lodhni kot thuaj atyre. I themi ne. Mos u lodhni kot Taulantit. Tani çfarë do të thuash ti për këtë? Do të them një fjali për këtë. Thuaj. Çes po edhe fole, çfarë do thua? Jo. Nuk kam pse të them nga këto, unë edhe të lutem, fol brenda kodit etik të komunikimit dhe kësaj që pranon. Pse nuk zbrazet gaz organik po fole? Albano nuk di të thuash, edhe stop. Okej. O humoristi magjik, çfarë thotë? Kalibër magjik. Kalibri magjik i lehtë. Xheloz magjik. Jo, do të xheloz me ty unë, kam qenë çajirin. Dëgjoj këtu tani. Ikim edhe me këtë respektin se vota e popullit e vendos. Se kush do të jetë. Në fundit, formacioni që lufton për të marrë pushtetin, vendos një njeri për kryeministër. Tani, Amerika nxori një ndryshim në kushtetutën e vetë, në cilë thoshte jo më shumë se 2 mandate president, sepse Amerika kërkon ndërtimin e demokracisë dhe jo bërjen mbretër. Pra çdo mandat më tepër jep më shumë fuqi. Po, ka pasur raste përjashtime të Amerika. Ska pas. 2 herë kaq, po më tepër s'ka. Një herë ka qenë FDR, Franklin Delano Roosevelt, për shkak të luftës së dytë botërore, u zgjodh president, me që akoma pa u mbyllur mirë lufta. Dhe ka bërë dhe një herë përpara. Po çon si ka. Me fjalë unë jam për mandatet kufizuara. Pra në këtë rast jo do gjë që kërkojnë këta protestuesit. Por Albano ti dëgjon shqipti? Se unë se flas dhe mirë anglisht në të. Por thash 2 mandate. Po mirë, o the ti 2, unë dua 6. Po pse, kush e ti?
Po ti kush je ti? Unë jam agrollaka. Unë jam mirë, ti agrollaka. Dile pyet kush është agrollaka. Kush agrollaka? Jam larë pasi. Dëgjoj tash idiot. Ç'a thua më Armondi? Nuk është larë Vasili Bëshaka, po... Nuk e lë Klodi Rehat. Ç'a do Klodi? Po edhe se kanë bërë sherr ata ç'a të bëjmë? Na i tërgo që nga, ma, pa, në qifti mi famshëm Shqipëri. Ka bërë sherr meta me... Ere me monën. Po ti morë, për ç'a bëhe sherri? Ja, dëgjoj se është lotë. Kjo është histori UDB-je dhe Adrian Shatku duhet kishte ardhur këtu sa po dëgjoj emrin, se ka ngrënë bukë në shtëpinë time. Adrian Shatku u largua në vitin 1989 e mori UDB-ja, pastaj iku në Amerikë. Kjo është histori UDB-je dhe agjenturash greke. Nuk kam asnjë dieni për veprimet e Monika Kryemadhit, i di vet ajo. Ato historitë e mesazheve i di zonja Kryemadhi. Di je unë e dajko masi kur s'kam qenë aty. Po s'është po ti hiqe sigur i di të gjitha. Këtë se di. Po Mona ka folur Mondi? Ka kishte reaguar. Boll se nuk është ashtu. Me llafet që të sill Altin Dumani, thashë them me flet këtu. Mos u merr me llafe grash. Akoma merresh me thashë themet e Tedi Blushit. Kam 4 vjet që e dëgjoj dhe e duroj. Edhe babai im të çohet nga varri, nuk e duroj dot më. Do të t'i lexoj dhe unë mesazhet ty, të marrësh vesh. Me llafet e këtij rroktari merresh ti. Ç'a është ajo? Me llafet e këtij rrogëtari, që është me rrogda. Me llafet e këtij Rrogëtari. Rroggarit. Rrogëtarit, more. E rrogëtarit. Këto Ando sa më kanë ndryshe dhe kanë rregulluar gazetarët për tik televizive. Bravo Mondi. Bravo. Ri, hidha i gur në emision. Edhe pastaj Mondi e pakja fut nga rrogëtar. Po, dëgjoj. I kështë lexuar ca mesazhe me Ramën. Po pikërisht prandaj, sepse mora vesh që Keqe nami fare. ç'a thua? Jebi Edmond. Mesazhi që unë i kam drejtuar zotit Rama, e di që i lodhur i them unë, por më thot Piro se duhet me mbyll me bordin e vjetër, se kanë kaluar afatet ligjore për AMC-n, por të jenë të dy bashk, edhe Ameta dhe Milena. Kush bord o zemër, se më do të shumë muali. Do flas me Ametan e të them, po unë nis për në usa sot. E di që s'ke nerva i them unë, jam kënaq me të mesazhet. Sa shumë i pas kam dash, i pas kam se pas ka pas shumë gjëra të bukura. Dhe pastaj them se harrova për Zotin. Faleminderit shumë për respektin, se gjithë jetën kam qenë o tek ato buzi regjis, ose në fund të sallës, dhe më duk vetja si mbretresh. Homë dhe ti boll me këto muhabete, plus, si që di ti, pavarësisht çudive që na kanë ndodhur. E ja kemi bërë njëri tjetrit, ne të dyve na bashkon shia dhe shia, është çudi më vete. Për Zotin u emocionova i them unë, se si e na mësu, ke na haru, po shqyr ka dhe njerëz që mendojnë mirë për ne. Si ja kemi bërë njëri tjetrit? Ja kemi bërë në kuptimin që unë të kam bërë dëm, ty ti më ke bërë dëm, unë të kam bërë nder, ty ti më ke bërë nder mua. O dako, çka gjë kemi bërë për një tjetër? Mora vesh, po se kam bërë njëri ne kemi kuptojmë ndryshe ande. Po ja kemi bërë, kemi ardhur njëri tjetër. Jo, mirë, mora vesh. Çfarë më bën sikur jam i Kujtove trash? ti, për çfarë kujtove se kishte thënë? E jo pra atë që mendon ti. Por thoj ja bëjmë njëri tjetër, më thonë që kanë bërë gjëra. Foli dhe një kushuriri nga Kurvelesh. Një kushuriri nga Kurvelesh. Po nga kushuriri. Mori atë Kevin Mukën tek emisioni i mëngjesit. Dhe dëgjoj tani ti se nuk di se edhe ta analizoj, ta përmbledh, dëgjoj. Erdhën gjermanët në 43-shin atje, u instaluar në fundajerore me makineri të rënda. Babai tim ishte trener kapten në atë kohë. Nuk e kërkuan 100 lekë apo 100 për ta thellur. Nuk e kërkuan. Erdhën pastaj komunistët në 46-ën ja morën të gjithë kopem. Vjen tani në këtë kohë tani dhe sot do majmë dhe malin. Po jo mërë zotri, le ta gëzojnë malin ata i janë atje, unë nuk i dua për atë gjyshit fare. Do t'i gëzojnë atë, po jo t'viti mari bota. Stop. Erdhi Gjermani Italiani si kërkoi një dele, asnjë dash. Erdhi partia. Erdhi ja mori gjithë. 46 që ishte reforma agrare, propozimi kooperativ, po ishte për zhvillim. Reforma. Okej. Edhe por tani duan e malin. Po pritoni një sekond. Se do dali vërtet ta shesh. E para punës që ky që ka kopen, në fshatin ku është ky nuk ka mal. Qysh s'ka male? Po s'ka mal ore. Ka gur. Nuk ka mal ore. Kur vedesh o guri tha, trima bura, trima gratë. Po është lugin ore, është lugin ore. Pa është guri tha. Po është lugin ore, le tjetë guri tha, jo është i veshur, se është guri tha. Më dëgjon mua tani apo jo? Pra, mali, kjo paketa e malive, është për të zhvilluar malin. Qa thua Mondi? Si ku do kullosin delet? E mirë, thotë.
Ku do, çfarë do andelet? Po pse delet? Çfarë do andelet? Sufllaqe me mish pule? Çfarë do andelet? Se mish deri sa andelet? Po çan se mund të hanë mish delet, ë? Jo. Si sonë? Po duhet ta gatuash mirë. Duhet jetë delikat. E çfarë ishte ai muhabeti për Dashin pak si deri do të Dashi fundin. kishte reaguar për punën e mesazheve të këtyre. Jo, ç'mesazhe këtyre, jo. Po për çfarë? Dashi më saktë më morin telefon, më tha mua që fol njerë me Albanon. Çfarë mendimi ka për Bregdetin shqiptar, se ne kemi pasur Bregdetin më të virgjër në Evropën juglindore. Ne kemi pasur. Po. Bregdetin më të virgjër. Po. Në botë, jo në Tani Evropë. është zhvirgjëruar Bregdeti jon? Jo. Po çfarë? Nuk do i quhet zhvirgjëruar, Bregdeti jon nga i virgjër tani është kurvëruar. Albano! Nuk gjeli huaj pa investuar e pa futur hundët e ndërtoa ndej, futi një kull këtej, nxirri një pallac këtej, zgjati një tokë këtej, shto Bregdetin të kesh më shumë shazllona, futi dëp 65 hotele, nguli shazllonat në rër. Betoj që deti Bregdeti ju në shkurvëruar, të lutem do ta bësh me pip. Pse ta bëjmë? Nuk lejoj unë këto, nuk lejoj. A shu e kanë bërë, Po është zhvillim, ore. Kush është zhvillim? Kjo. Palaçollëqet. Çka bërë? Palaçollëqe, të pashëmbullta. Albano. Që kanë ndodhur vetëm në Shqipëri. Janë zeur koto, Albano. Jo mos janë Se zeur kurvëria fare. s'është e keqe. Absolutisht nuk është e keqe. Tregon që Bregdeti ynë dhe atëherë s'ka qenë i virgjër, thjesht s'ka pasur investitor. Dëgjoj Dashin na morë mendjen kot fare. Sa të jap fjalën ty unë ai. Po dritë shqipnismë, po fëmijët tonë, nipat tonë, do lenin e cop tokë që ndërtohet apo ta bëni beton gjithë. Prandaj po them, jam me të dyja dorët për këto. Po pse këta çdo pëllëm tokë ndërtohet? Jo, por nipave tona, i linin e cop tokë që të ndërtohen, thot, Dashi gjatë me mbron Bregdetin, po linin ndërtojnë nipat tanë, thot. Po pse mos të ndërtohet që tani niprat e kanë. Do me thënë të ndërtohet për të ndërtuar. Si se po mbron Bregdetin, Dashi. Thot, pse s'ndërtojnë ne? Jo vetëm për Bregdetin, Dashi ka në përgjithësi. Po në përgjithësi, të ndërtohet, po puna pse s'ndërtojnë ne. E more vesh pra të kullën që... Në Sauk? Jo, kullën këtu në... Tek Air Albania mor stadiumi, kulla e madhe që është bërë hotel. Po. Në mbi atë kull do bëhet një kull pa që madhe. E more vesh për në Sauk? Këtë cilën? Për ca ditë, mbush një vjeç Ozon Electronics. Ama! Si ka mere, po. Ama! Kështu që nxitoni, ose po deshë shkoni tek Mikalimi Ozon Astir. Merdeseja. Ose dhe Merdeseja, te tregu elektrik, ose në Xhamlik. Ose futun në internet, www.ozon.pikal, dhe brenda 24 dhe 48 porosia ju vjen në shtëpi siç e keni porosur. Ozon Electronics jeton në mënyrë duke kursyer. Në gjithë botën i thon ujë me gaz. Në Shqipëri thon glina. Pse? Sepse përfaqëson trashëgimin nga brezi në brez dhe nuk ka munguar kurrë në tryezat shqiptare. Është ujë më i shijshëm me gaz në botë, prandaj i quajmë glina, sepse përfaqëson dashurinë, kurajon dhe ngrohtësinë në familje. Glina, krenaria në tryezën tuaj. I'm the boss. Yes, e dim. Unë jam zëvendës boss me të, zëvendës sekretari përgjithshëm i Fejkofit. The boss, kush e ka noftë The boss? Bruce Springsteen. Këngëtari i famshëm, mbreti i rockut. USA. Bravo. Tani apo Bruce Springsteen? Tani. Tani naj. Ashtu naj bën shtinaj, ha? Right now, del ky. Kush? Polici botës. Kush? Ja fut portës shumë herë ky. Kush? Ky Trapi. Kush Trap, mo? Presidenti Trump, po. Trumpi? Po. Dani. Po si, qika këto unë jam bossi? Që të në gëpesa. Hi, I'm the boss. Ore, zdo folur keq edhe për Trumpin, ore? Zdo folur se të vjen të bje. Mi që keni mua se shokshit. Në nga ky, ma vrin të me bërme. Mirë, thaj, sa tjetë që Linqi... Qpi Linq, ore... Ore, tha, asë Kosovë në Shqipëri nuk i prek gjithët. Ore, jam unë. Ore, tani ambasada amerikane jam unë. Tha shumë bukur aty të gëpesa Trumpi. Ju të regojnë vëndin gjithë. Unë jam shefi, tha. G12-a. G12-a qa ishte. Po që se këto me gë njësë janë gjitha. Po që G është. Qa thua mundi? Shbëri 5, shbëri 12. G7-a? Po pse ishin 20 veta ata? Po janë ta sekretare ta gjera që ishte në vazali. Hello, I'm the boss. How are you? Dhe nuk ka faj, sepse Amerika paguan 85 dhe 90%. Mirë, dhe tani më ta sjaro shifrat. Tani që bëri Mondi? Që bëri Mondi? Po të kam thënë që Mondi i shumëri. Rojsonin? Jo! Mondi tallet bër shakara. Shkë?
Po bërë një material tani që doja dhe hedhim ne tani ta shikoj Trumpi se si dallet fake off. E se dërgoj në WhatsApp. Jo, s'ta dërgoj ti. I'm the boss. Po pse si bebe kështu ka që nga shëmtuar me parë? Jo, e bëri mundi, ti je bebe para këtyre. Jo bebe. O ju brek të argjenda çfarë mbani aty brenda? Jo, më s'është bebe Trumpi. Okej, kuptoj humorën e mondit, e qej goditur. Gjysmë siç mend. Do pushtoj Groenland, do pushtoj atë, do pushtoj këtë. Jo, i ka lënë, si thot, më i ka lënë. Sigur i ra shumë me pëllëm atë vit s'bërim. E goditë mirë. Po tani, shko, se unë bëj një pyetje ty. Shkuan si zyta se ti e di që prekesh me njerëz sa të zë këtë emër në gojë. Krahason ti Pilincin me Trumpin. A më çka i bën si A më thej që preket. Po mos jo s'të thash kështu prekesh në kuptimin që nervozohesh. Që nervozohesh. Zitesh. Miru prek. Krahason ti atë? Jo, është më i fort Pilinci. Absolutisht. Fa vetaj. Pa Trumpi. Pilinci. Pilinci. Hajde Pilo. Unë jam një person që ta amutin. Bushi është familja ime. E them me kuptim se e kam filluar me plakun që kur ka vajt në Amerikë, më ka erdhë më shtëpi, e njifte familjen time, dhe unë si që të thash më para, biografin e politikës të Amerikës unë e kam blëndorës. Unë jam republikan para se të beshe presidenti. A i s'ka qenë kurkushi. A i s'është fare republikan. Po i rada që hyri se ashtu dushe, dhe jo, unë nuk jam me Trumpin atje, po jo, unë e njoh fare mirë Trumpin, bilem a ishtë presidenti, quhet presidenti Amerikës, por po ta zesh nga pesha, a i mund të ketë para më shumë se mua, po nga peshe politikës a ishtë shumë ullë para. Po ta zesh, nuk mund të ketë para, ka 180 miliardër më shumë para se ty. Ti ke 2 milion lekë kredi borë se këto që hapin kredit vogla. Dëgjo këto, dëgjo. Se të kap në njëra çmenduria, më kanë edhe del nga shinat. Po më dëgjo përmballë. Trumpi është shqiptar. Ti e di që Ivanka fëmijën e ka zënë këtu? Atë e di unë. Ja, dëgjoj. Po e di vetëm ose Jo. Kur erdhi vajza e presidentit, Ivanka, që jo fare mirë. Ajo që është e vërteta kur u martua, ka erdhur në Shqipëri. Dhe fëmijën e parë është krijuar në Shqipëri. Po ka qenë shqiptar? Po. Dhe po kur erdhi për së dyti e për së treti, Ivanka është një vajzë e përkëdhelur, vajzë e babit, që i themi në shqiptar. As kupton as politikën dhe as gjë, sepse është rritur në, si themun, është rritur në të mirat, në para, dhe nuk e di se kush ishte Shqipëria e realitetit. Po mira, është vajzë e babit, ti e djali mamit. Po pita, Albano, folën qik më djallë seriozëve. Por njërës do të gjojnë budalliqet e tuar. Folë tamam, është kryeministri i Shqipërisë teknike në hije të djellit të hijes time, të atitimit. Të atitimit. Të traktorit tim. Kam në traktorën aty i bën hije në fush. Albano, tani, se gjithë ka që po bëhet, se dhe protesta në një farë mënyre ka marrë një lloj konotacioni anti-Trump. Po, ti je për kaj sa është Trumpi. Të thot Trumpi unë dua Zvërnecin edhe Sazanin. Qa do pështi? Je kryeministri i Shqipërisë. Ta zëm se ti je kryeministri i Shqipërisë. Unë ja them në sy. Tani dashumik, po pyes kryeministri i Shqipërisë, specifinë e ti, zotin Albano Bogdo. Çfarë të duhet Trump? Sharzani dhe Zvërneci. Po deshe kemi vetëm Karaburunin. Do ja jepje ti. Karaburunin hajde merre kur të duash. E ka marrë Ivanka, e ka marrë Melania, hajde merre edhe ti. Po është dhe Karbunara. Karbunara, pastaj unë që... është dhe Kardiqi. Kardiqi, dakor, në rregull. Dhe po flasë me homologun tim me Albinin në Kosovë. Është një fshat i bukur aty, muqi bab të marrit atë. Nuk ka nevoj fare, ujtë të ngrotuj të ftot kudo që tjetë me vete, s'ka nevoj për baris për asë tjetër, me një shie... Aroma qiellore dhe shia 100% arabike. Po të ati publiciteti. E kërkova një material të kësaj avokatës nga Korça, ose gjeta. Kujte? Avokate e në Korçë.
Po ka thënë ca çuditëra që nuk di çfarë të them. Po një nga çudirat për fat të mirë e kapi, e gjeti Lindita. Ja shikojnë që çfarë thotë. Po flisnin ato gratë tuaja që i varen në përspirat të detyruara ju që i qist. Se këtu në protestë kemi parë vetë gratë ndara, po gratë e burrave nuk dalin ja të gjitha në udhut i ka vërë në rejs mësëja, mos e të jetoni me mandë borç, po jetoni me mandë e Ramës mo, po nesër kur të përgjigjen i sjerion e saj, gjithë të përgjigjen i tek e tek mo. A jeni ata jeni një dhe gjithë, edhe ju do t'ju e s'kote kini. Madje ne kemi thënë, miku, e diti qaj të banë, të prish punë. Parë miku, gjejeni, thojani Ramës, ta muna, arvik se a ju, ta muna. I bëri leck. I bëri leck të gjithë. Klasin Myzeqe. Kurdo? Jon Kuçov. Myzeqe. Kush është Myzeqeja? Koreshi. Myzeqeja është Koreshi. Myzeqeja është Fieri, Lushnja. Po për Lushnja? Po për plasën, kokë. Ashtë Koreshi nga Lushnja. Ti pret the mund karambolët me jo. E di, po the plasin Myzeqe, çuar Koreshi ka thënë, "Wo Toni, mu ti gjutë Toni." U zu me Zengjinen. Për një soj që ka zë me Zengjinen. Më zi, po është nga Fieri, nga Roskoveci. Qa kanë thënë qafsh? Ja të gjojë, di që punime vete, qa të thema. Unë nuk folëm për Roskovecin, për ato gjë që i di unë Lushnje, kam drejt flasë. Kur flasë për Roskovecin, mos hy, unë s'kam marrë dhe Roskovec. Me zi fitoj dhe rejtë. Ashtë dhe, me të shtyrë. Po ti s'fitoj fare, po t'ala i tha Bela sajt, hiqe këta, se ka njerë që t'alli fote, se tu për gazin, hiqe, se more ti, ma dorheqen ajo, se mori një lushnjane tjetër. E po se, kujtes për mua, se s'ni dorheqen, ta dorheqen a me këta si Fanano, shpejt, se do ju shoqat se gjine. E po, ta di qitarë të bu, ti nuk fitove hiqe, po s'fitove. Kështu është bërë... Po, fitoj i tjetër, da dorheqen dhe fundë gjinea deputetet. Seriozisht, e vërteta? Që se diti? Jo, nuk e di vërtet. Dhe ti di këto. Por e ka fituar një zonjë tjetër që kandidon aty për deputetet. Fitoj ajo, me shumë vota biles. Dhe da dorheqen, dorëzoj mandatin dhe kaloj e dyta në ratë që se gjinea. Po pse da dorheqen ajo? Alo, dhe apësh dorheqen tja? Po, e kam dënë që ndje. Qa demokracie që është kjo? Demokracie me fitë, po kështu funksionon gjithë botë. Ani, dha dorheqja i Shtrëmburi. Nigel Farage. Jo, këj anglisht Shtrëmbur. Qa unë? Starmer. Qa Shtrëmbur thua? Dhe do vi Nigel Farage. Jo, zve Nigel Farage. Kush do vi? Është i PD-saj. Do vi një tjetër që është bënda Parti Socialiste, Laboriste. Tani problemi këtë një që di, sepse kishim bërë një këta, që vendosur 5 kryeministrat e Britanisë, dhe në gjysmën e faqes ishte vetëm Edi Rama. Këta të 5 kanë qarkulluar në kaq vjet sa mandate ka Edi Rama kryeministër këtu. Pra, ne një kryeministër, ata 5. Kjo tregon që ata nuk kanë stabilitet të brendshëm. Jo. Çfarë tregon? Sepse Rama nuk ka maçok. Ka breshka. Edhe kjo breshka lëshon energji pozitive. Maçokun apo jo? Maçoku ka ndruar 5 kryeministra. Maçokun e kujt? Maçoku i qeverisë britanike. Jo, shikoj, e mandi. Vitet e fundit Mbretëria e Bashkuar ka parë shumë kryeministra që ndorojnë postet, por një gjë ka mbetur konstante në Downing Street, Lari, një mace 19 vjeçare. Sipas The Independent, masja ka jetuar në rezidencën e kryeministrit në Downing Street për 15 vitet e fundit, që nga viti 1997, kur Hump Pray doli në pension. Rezidenca e kryeministrit ka pasur nevojë për një mace. Këtu u shfaq Lari, një maçok Ndaca 4 vjeçar, i cili më 15 shkurt 2011 u zhvendos nga një strek kafshësh në rezidencën e kryeministrit. Iskreti. Mondi, me fondet e Fejkofit ato që kanë ngelur, do blihet një maçok. Edhe të durojnë qeverisë. Do ta përcjellësh Ramën ti? Jo, të ketë maçok. Që ti iki. Po sërmë, dhe Rama tha në 2030 në largohet vetë. Pa për dalë, blegur t'i dita. E fut Shqipëri në Europë. Vap, bemi me maçok. Po të dyta të reja qishin në kushin ndezi. Po mondi. Që do me thënë t'i ikim. Ishte gjithçka për të breme të fundit, sa e da shumiq.
Si vemi javës tjetër të hënën. Ju urojmë nga zemra Paçi një fundjavë të bukur, bëni çka dëshironi, mos harrojmë festën e bukur në Maliajt nesër 27 qershor. Do vetë edhe unë. Nga unë Agronllaka dhe nga unë Albano Bogdo.